Edi Rama do bëj çmos për të bërë vjedhjen dhe gjithçka tjetër. Por ka një problem. E para imunitetin e tij ndërkombëtar nuk ekziston më. Jo shikoni që ai merret me arkitektin e fitores së presidentit Trump. Nga mëngjesi deri në darkë sulmon atë. Po ato ka përballë ai. Jo, ai përballë. Në një farë mënyrë. Jo, ai merret ta sulmoj atë sepse jo është një kërkesë i vjen nga Alex Soros. Prandaj vjen. Për këtë arsye, ju e pa telefonatat e Erion Veliajt. Prit se do vi Aleksi dhe pastaj do t'i rregullojmë. I thoshte bashortes vet apo jo? Po ç'pun ka ky Aleksi? Ç'a funksioni ka ky Aleksi këtu? Që do i zgjidhte të gjitha me drejtësinë, me këto që s'besoni ju. Po mirë, po pse ju me mbërritjen e Kris Lasivita mendoni se ky i fundit do ju japi fitoren në xhep më 11 maj? Fitoren në xhep nuk e ka askush. Dhe në 11 maj nuk është çështja që të fitojmë ne. Dhe nuk është çështja që të fitoni ju apo unë. Çështja është që të fitojmë gjithë. Më thoni ju në 12 vite, a jemi më mirë sot? Që përshkruani ju, si do fitoni ju më 11 maj? Edi Rama që përshkruaj ju sot është ky. Edi Rama i sotshëm është një i vetmuar me shumë hallë në kokë, i cili ka vetëm një punë nga mëngjesi deri në darkë, të gjejë një korridor të vogël për të shpëtuar kokën e vet dhe është gati të japi gjithë secilin prej bashkëpunëtorëve të tij, siç çoi Erion Veliajn, sepse e çoi Nesti Angoni është Edi Rama, ashtu do të shoqëroj atje edhe Belinda Ballukun shumë shpejt, siç po ja çon edhe sot drejtorët. Edi Rama sot është një njeri në kërkim të shpëtimit të vet, të shpëtoj kokën e vet. Ai nuk ka asnjë diskutim, as vet që do humb, dhe ju prandaj e shikoni atë edhe në këtë formë pak më të distancuar. Dhe merret me këtë tallavan, merret me këtë zhurmë dhe mesazhi kryesor i atij që ky do humb zgjedhjet i erdhi në hapjen dhe çeljen e fushatës. Që ishte një dështim spektakolar. Aq vetas. Kërcyen, s'mblodhe njerëz, 12 qarqet atje dhe nuk mbushit dot një shesh. Një njeri që ka 12 vjet në pushtet. Po pse kishit më shumë jo? Pa ai takim simbolik ishte se nuk ishte protestë. Ishte çelja e fushatës. Bëni krahasime vet, s'ka nevojë të flasun. Shikoni, po nëse e marrim kështu, atëherë dhe ju pretendoni që do fitoni më 11 maj me aq vota sa erdhën te sheshi Nën Tereza? E para njerëz sipas rregullit politik është krahasuar 1/7 vota. Qofse llogarisim në këtë formë siç e thoni ju, rregulli politik, formula politike për sa i përket pjesëmarrjeve në aktivitete politike të krahasuara në votë është 1/7. Po pse vërtet ju to janë për llogaritë që bëhen në politikën globale. Elektorati juaj aq është, aq sa mori pjesë tek takimi hapës? Jo, edhe më shumë, pikërisht këtë po them. Edhe më shumë. Po vetë Rama, por simbolikisht, sigurisht që ka më shumë. E nderuar, Edi Rama ka pasur 12 qarqet. Nuk mbushit dot një shesh. Bëni krahasimet vet. Dikur i mbushte apo jo? Se ka bërë dhe herë tjera çelje fushatash. Po nuk mashtrohen më njerëzit me tallavan e këtij, nuk vin njerëzit dhe nuk të voton njëri se kërcen bukur Belinda. Belinda paguhet me taksat e shqiptarëve që transformonte Shqipërinë, të transformonte sistemin energjetik të Shqipërisë, të transformonte rrugët e Shqipërisë, jo të transformohesh Belinda. Këta kanë bërë para për të transformuar vet. Po mirë, dakord. Atëherë rrim pak tek ju, tek Partia Demokratike. Partia Demokratike është ajo që vjen me një program konkret përballë tallavas. Partia Demokratike është ajo që është përballur me bandat. Partia Demokratike është ajo që ka denoncuar incineratorët. Tigri 1, Tigri 3 dhe gjithçka. Jo të mëlqena, janë fakte konkrete, s'ka nevojë për të marrë. Unë kam bërë detyrë të them kështu. Atëherë, jo, nuk keni për detyrë për të thënë kështu. Po unë nuk jam tani as Po jo, këto janë a jemi ne që kemi denoncuar incineratorin? Po denoncimi është tjetër gjë. Po kaq mund të bëjë opozita, ose janë policë. Po po opozita e ka për detyrë të denoncojë. Prandaj është opozita. Jo, më për detyrë ka, jo, hetimet për detyrë. Jo, ka për detyrë. Hetimet për detyrë ka prokuroria, përkundrazi prokuroria na ka sulmuar ne. Denoncoj, patjetër që do të denoncoj. Prokuroria na ka sulmuar ne. Si po opozitën, duke denoncuar pra. Po prokuroria na ka sulmuar ne. Duke kundërshtarin përballë. Prokuroria na ka sulmuar ne, ndërkohë që ne bënim denoncime për këto grupe kriminale të rrezikshme. Policia merresh me protestuesit. Tani ju thoni që alternativa juaj është më e mirë përballë asaj socialiste. Flasim pak për listat për shembull. Pse shumë edhe demokrat madje nuk janë të kënaqur me listat tuaja për shembull. Nuk i cilësojnë ato demokrat që nuk janë të kënaqur. Po për shembull, më jep një mendim tëndin për faktin që një demokrat i zellshëm si Dashnor Sula nuk është në listë. Nuk ishte, ula jashtë, edhe pse kishte një kontribut madh. Tash Sula nuk pranoi të ishte në listën e hapur, nuk ula jashtë. Dhe që në zonën e vet ka shumë vota. Gjithë kemi vota, gjithë secili ka vota, dhe ju keni vota. Jo, ai ka thënë në studion time që nuk isha në asnjë listë. S'është e vërtet, i është ofruar në listë hapur.
Po tani kjo nuk ka pranuar. Relative tani, unë po si flas për personin po pse nuk donte të kandidonte ai? Nuk donte të kandidonte? Nuk pranoi të ishte në listë hapur. Kishte një pretendim për qenë në listë të mbyllur dhe në besimin tim, mendimin tim dhe të gjithë kolegëve të mi, të gjithë Partisë Demokratike do të kishin pasur shumë qejf të ishte edhe në listë të mbyllur dashi. Unë mik e kam pasur, mik e kam dhe mik do ta kem. Fakti mbetet që propozimi ishte për listën e hapur sepse për shkak të aleatëve dhe numri 3 që duhet të ishte sipas kodit zgjedhor një grua. Kaq, po nuk ka pranuar të jetë listë hapur, jo se nuk ka dashur të vënë në listë. E respektuat ju procesin e primareve? Rezultatin që prodhuan primaret? Primaret tona ishin primare kualifikuese. Ne çdo parti ndjek një procedurë, procedura jonë ishte me votë, ishte me një primare kualifikuese për shkak dhe të kodit zgjedhor, se duhet ta përshtatësh, me atë nuk është njësoj si në zgjedhjet lokale. Për shkak që mund garojnë 20 veta, po vetëm njëri kandidon për një bashki. Kurse në rastin konkret është me lista, është me një pjesë të hapur, me një pjesë të mbyllur dhe u bën disa kritere. Kriteret ishin regjistrimi i votuesve nga diaspora, aktiviteti mediatik, aktiviteti politik dhe vota. Edhe nuk u plotësuan kriteret që më të votuarit e primareve u degdisën ose në zonën e rrezikut ose u lan pa të fare? E para, përveç drejtuesve politik dhe kryetarëve të leadershipit të partisë, që janë të sankcionuar në statut dhe të gjithë ne që morëm pjesë në primare, e dinim që ato nuk garonin në primare dhe kishin pjesë e listës mbyllur. Pjesa tjetër, unë jam më i votuar i Bashkisë Tiranë. Dhe normal që Bashkia Tiranë e kam bërë dhe regjistrimet, kam dhe një aktivitet publik dhe një aktivitet politik. Ti je në listë mbyllur. Po, kam fituar primaret. Dakor, pra. Po Dashnor Sula nuk ishte më i votuar në primare? Një ndër më të votuarit? Patjetër, por tek Dashi ishte problemi i grua. Kërkuan regjistrimin e 300 se si janë aq gjithsej. 300 emigrantëve pra nga diaspora. Po. 600 dorëzoi të regjistruar. Po. Dhe ju thashë problemi shumë protagonist opozitar në parlament e tjerë. Çfarë kriteri nuk plotësonte ai? Dhe ju thash që aty ishte drejtuesi politik, ishte koordinatori i qarkut të Elbasanit, ishte dhe grua, numri 3. Jo, mirë se justifikime ka pastaj po. Po se justifikime, po e them faktin po tjetër me më të votuarit e primareve, edhe Jorida Tabaku, një ndër më të votuarat në listë të hapur. Një sekond. Edhe ajo. Pas meje është Grigel Smushllari, është Ilir Ali Mehmeti, pastaj është Jorida Tabaku. Po, Ali Mehmeti. Mirë, ndër më të votuarit. Po Tirana kishte vetëm një vend. Se ju shpjegova, drejtuesit politik dhe leadershipi nuk bëshin pjesë. Tani gjithsesi. Kishte nga ata që nuk u votuan për shembull edhe që janë kandidat në listë hapur, jo në listë mbyllur. Dhe për sa i përket këtij diskutimi, ky është një diskutim që realisht po jo, nga që thatë në fillim vetë zoti Berisha që primaret do prodhojnë listat. Prodhuan listat. Listat u prodhuan nga primaret. Çdo kandidat ka ardhur nga primaret. Ju thash, përveç personave që janë pjesë e leadershipit, drejtuesit politik të 12 qarqeve dhe leadershipi i partisë, pra kryetari forumi, kryetari gruaje, kryetari i partisë, sekretari i përgjithshëm i partisë, dikush do t'i menaxhonte këto primare. Nëse ishim gjithë ngar, kush do i menaxhonte? Gjithsesi, unë mendoj që për qytetarët cilët kanë 12 vjet që nuk kanë ilaçe, që kanë 12 vjet që pagojnë taksa pa marrë shërbime, nuk e kanë shumë problemin tek një apo dy persona. Shqiptarëve nuk u rregullohet jeta as është deputet Klevisi apo nëse nuk është deputet Klevisi. Jo, shqiptarëve u rregullohet jeta a do ikë Edi Rama apo s'do ikë Edi Rama. Nëse Edi Rama nuk ikë. Alternativa për ballë që do e rrezojë Edi Rama nuk shihet? Po si shikohet në alternativë, po alternativë, unë ja shpjegova në fillim tani që po tjetër për të besuar. Të emrave që po tjetër për të besuar, po tjetër për të besuar. Për shembull, është kjo një formë. Fal, a mundet për të ardhur si alternativë me frym. Po tjetër për të besuar ti beson një partie që tha do liberalizoj vizat, dhe liberalizoj vizat. I beson një partie që tha do bëj antarësimin NATO dhe bëri antarësimin NATO. Po ne kjo parti jemi, ne kemi bër ato që kemi thënë. Përballë një njeriu që s'ka bër asgjë nga ato që ka thënë. Asgjë, më thoni çfarë premtimi ka mbajtur. Mandatin e 4 më 11 maj, çfarë do të bëjë? Premtoj 300.000 vende pune dhe largoj 1 milion shqiptar, apo jo? Po i dim këtë fakte. Po i dim pra, i keni denoncuar, i ka denoncuar media, i dim këtë. Po kjo është fushata pra. Kjo është fushata dhe ne vim me një program për zgjidhur problemet që ka shkaktuar ky. Për shembull, s'ka ilaçe. Pse s'ka ilaçe sot? E dini ju? Sepse Edi Rama në 2014 hoqi ligjin për ilaçet në Shqipëri. Që hoqi ilaçet e vërteta dhe la këtu këto që duhen 10 aspirina për të pushuar një dhimbje koke.
Dhe shikoni sot ku është onkologjiku. Të flasim për këto, pse është bërë kjo katastrofë? A e dini ju që s'ka ujë sot tek onkologjiku te pediatria? Nuk ka ujë të ngrohtë që të lash fëmijën e smur. Dhe ky do të hyjë në Europë thot. Do të çojë në Europë thot. Pa ujë në spitale, ky do të çojë në Europë. Pa ilaçe në spitale, po vdesin njerëzit në spitale. Dhe kjo është vrasje shtetërore. Qeveria e Edi Ramës është qeveri vrasje. Vrasësish. Të bësh këto vjedhje në shëndetësi, do të thotë që ti vret njerëz me qëllim. Sepse ti e di shumë mirë zotëri që të duhet ligji për ilaçet dhe të futen ilaçet e Bashkimit Evropian në Shqipëri, dhe jo ilaçet e Indis. Nuk janë ilaçet e Indis për shqiptarët. Ky e di shumë mirë që s'ka ujë tek onkologjiku. Pse nuk shkon ta flas, ta thot këtë punë si kryeministër, po shkon dhe ta fshej. Ky 3 ditë përpara, që ta dini, shkoi dhe bëri një takim atje me ministren e shëndetësisë, bashkë me ministren e arsimit, që është një kriminale më vete, që ka shkatruar gjithë sistemin arsimor në Shqipëri, që i ka lënë fëmijët tonë pa sigurt, të 3 këta ishin tek onkologjiku te pediatria.